Kryetari i Rezervës Federale të SBA-s Jerome Powell deklaroi se ekonomia amerikane mund të jetë në një trajektore më të qëndrueshme se sa pritej, por tregu i punës vazhdon të jetë i dobët me nivele të ulta, si të punësimeve ashtu edhe të pushimeve nga puna. Në një konferencë të shoqatës kombëtare për ekonominë e biznesit në Filadelfia, ai tha se politika monetare do të përcaktohet takim pas takimi. Powell theksoi se zyrtarët e Fed janë të ndarë mes atyre që shqetësohen për inflacionin që mund të rritet dhe atyre që shohin një dobësim të shpejtë të tregut të punës. Ai vuri në dukje se ndonse të dhënat e fundit ekonomike kanë qenë më të forta se pritej, kjo nuk është reflektuar në një rritje të punësimeve. Ekziston një tension mes të dhënave të dobta të tregut të punës dhe konsumit që vazhdon të jetë i lartë, tha ai. Një vështirësi tjetër për analizën e situatës ekonomike është mbyllja e pjesëshme e qeverisë amerikane që ka pezulluar publikimin e disa të dhënave zyrtare. Sidoqoftë, Powell nënvizoi se Fed ka ende informacion të mjaftueshëm për të marrë vendime në takimin e ardhshëm të politikës monetare më 28 deri më 29 tetor. Sipas tij, të dhënat e disponueshme nuk tregojnë ndonjë ndryshim të madh në perspektivë për punësimin apo inflacionin krahasuar me mbledhjen e fundit të Fed në shtator, ku norma baze e interesit u ul me 0.25 pikë%. Komentet e Powell nuk ndryshuan përçmëritë e investitorëve, të cilët presin një tjetër ulje të normave të interesit me 0.25 pikë% në fund të muajit. Analistët thonë se ai po përgatit tregjet për një seri të mundshme uljesh, por jo domosdoshmërisht të njëpasnjëshme. Powell theksoi gjithashtu debatin e brendshëm të Fed, ku rreth gjysma zyrtarëve parashikojnë vetëm një ose asnjë ulje tjetër të normës gjatë këtij viti, ndërsa pjesa tjetër mendojnë se nevojiten 2 ose më shumë ulje. Kjo tregon për sfidat me të cilën përballet Fed në përpjekjet për të arritur objektivin prej 2% për inflacionin, ndërsa mbron njëkohësisht tregun e punës. Edhe pse raporti zyrtar për punësimin në shtator është vënuar, Powell tha se të dhënat nga burime publike dhe privat